Atëherë, ne kemi kërkuar duke u bazuar në praktikat e vendeve të rajonit, që janë Maqedonia, Serbia, Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Malizi, të cilat TVSH-n, aplikimin e TVSH-s për produktet bujqësore, blegtorale dhe ushqimore në përgjithësi, pra produktet e shportës, ka një TVSH të diferencuar që shkon nga 5 që ka Kosova deri në 8% që ka Serbia, pra tarifa më e lartë. Ndërkohë që është për të evidentuar faktit që të tarifë aplikimi për TVSH-n e kanë edhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilët e kanë nga 5 deri në 10%. Pra ka një diferencim të aplikimit të TVSH-s për produktet ushqimore. Padyshim që do ndikojë në uljen e çmimit, por ajo çfarë do bëjë të mundur është që do ndikojë në formalizimin e tregut dhe të industrisë së prodhimit dhe agropërpunimit në Shqipëri. Pra sot fermerët shqiptarë janë pothuajse të bllokuar sepse e kanë të pamundur që të jenë konkurrent dhe kompetitiv lidhur me produktet e tyre që ofrojnë për punuesit shqiptar. Sepse nga një radhë mungon paketa e subvencionit, pra ajo paketa që vendet e rajonit e aplikojnë këtu e 35 vite, dhe nga ana tjetër tarifat e larta të TVSH-s e bëjnë pothuajse shumë të ngarkuar barrën fiskale për punuesit, por edhe për fermat e cilat janë subjekte të TVSH-s. Kemi kërkuar që të ketë edhe një kujdes të shtuar për fermat, për bujqësinë dhe për blegtorinë në Shqipëri, në mënyrë që të kalojmë nga një informalitet që aktualisht është në shifrat rreth 80% në një formalizim të ekonomisë, duke rritur përqindjen e formalizimit dhe duke arritur në një rritje të qarkullimit dhe deklarimit tregtar që është në favor edhe të ekonomisë së vendit, por jam i bindur edhe në favor të buxhetit të shtetit.